2 ka qenë prej Gjakove, 1 ka qenë prej nëse s'gaboj Presheva, Bojanovs ka qenë, mirë po aji nuk në ka rëndu kur gjo. A ka qenë dëshmitar. Si e morët vesh që ata nga frika? Po, ku edhe në seancë nuk folshin fjallë trauna për neve, po kër ju kërësnoj ki prokurori, aji e ndrojke dëshmin. I tha prokurori, tha, ti nuk je, tha, këtu për fjallë miradije për krasnishin, po edhin për shkaje dhe, kaloj kena anën tjetër. E një balafaqua në erë me dëshmitarët? Jo, si janë balafaqu, ka pas... Kom tentu një disar me shku, po nuk kom mujt me përbalu ato, nuk jem shku se s'kom mujt me parashiku që ka ndodhë. Të balafaqueshit me tonë, Kem pas edhe oferta që dikush të merët me ata njëz, po unë s'kom leju. Po thoi jo, s'ka nevoj. Se ka pas edhe sidomos gjatë luftës, kanë qenë gatë shumë gjithë shka me bo me ata dëshmitar, po unë kom thoi jo dhe gjithë sot janë qënashe, janë mire, kanë familje, po sa kom digju për Gani Ramën, është i, që të fjallë popullor, është i leqitën dhe për vetë familjes ti, edhe pjesë dërmu se e din, kush është taj, se me sa kom pa në dëshmijaj, ka mujt me qenë edhe dëshmitarë në procese tjera, se ka ime një kënari shumë të madhe në sa të gjyqët. Dhe ju dënuan me 10 vite? Shkalla parë në dënoj 8 vite, se nuk ishin... se këtë kursin pa fakte materiale, veç atyre gojore. Edhe atyre gojore, gjithë dëshmitarë që kanë dëshmu në gjëgjë, unë me kunder pytje, e kanë pranu vetë që kanë shti policie. Bile një dëshmitarë ka thonë, në seti ka në libra prej Shqipërisë me në kazerë. Se ule mas 6 mujve, i kom pas një vend punës, që kom pas mundësi edhe ko me lezu, e kom pas një vend punës që të qartë, po letë ndalimi të dënimi edhe shkalla e parë 8 vjetë, shkalla e dytë 10 vite. Shkalla e dytë 10 vjetë, po. Edhe tjerët i dënuan nga 10 vjetë? Jo, tjetë kanë qenë në 5 vjetë, tjetë 4, 3, 2 edhe 1. Tani një shkalla e dytë e patliru, kretë një të akuzum. Për shkak se ishte person pas një ditë shkollë, e ishte i akuzum për vepra që nuk mundet mi kry gjithë kush, edhe ka qenë shumë interesant se kërë këmë dhonë fjallën përfundimtare, thejstin veçan dhe këmë pas të ej dëshmitarë, se kërë këmë dhonë fjallën përfundimtare, ka zgjatë jashtëzakonisht shumë. Aty këmë hi edhe për trajtimin e ushtarëve shqiptarë në ushtri Jugoslave, sa që i kryetarë trupit Gjikus 2-3 herë ka insistu me ndërprej, unë ati këmë dështuj, këmë thonë është drejta ime më mbrojt, 3 orë, ma tepër se 3 orë ka zgjatë fjallë mbrojtëse. Qartë. E tani aty shfrytëzuar rasti me përmend me dëshmitarë se cilësia e veprave penale ka qenë më të rrezikshme. Edhe për shkak të rrezikshmërisë veprës penale nuk mundet me qenë jaftë me ekzekutues do kusht atë vepër penale, e ku marr shembull ato, shkalla e dytë e liruan ato. Ju dënuat 10 vite, më pastaj shkuat për të mbajtur dënimin në burgun e Idrizovës. Burgu i Idrizovës për shikuesit është në rrethim të Shkupit, edhe është një nga burgjet më famkëshia të asaj periude. Pas Gollit Tokit ka qenë Idrizovë. Pas asaj periude kohore. Si ishte situata në burg? Çfarë trajtimi kishit në burg? Trajtimi prej ditës parë që kemi shku aty, ka qenë jashtëzakonisht i vështirë. Ditën që kemi hinë pranem, edhe ata kanë insistu me marë, a i kishë përfundu, na kishëm veç një gjykim të shkallës parë. Edhe aty ka insistu diçka, po aty ju thasht shokëve të mi krejt. Se edhe po, se arrova, kërësëm dhe këtë me cek, bisedat që kem pas me shokë, sa kemi qenë burg, unë e arrita me ditë se na në parë burgemi ishëm gjithë njëjtin burg. Se një mramje natën, prej dritës mrapa, u që ke hija e një personi për jashtë, edhe unë isha ndritare, pesha. Edhe thira ta me amë, thash, heja, je shqiptarë, që shtu i thash. Tha, po, kush je ti? Tha, jam, tha, Bajram Kelmendi. E dite që im thash, Bajram, kontakta, fëllë thash me dhomë tjetër, unë me ki tjetërën, thash edhe të bisedojmë, pa da në sans. Edhe aty në ju thash aty, thash, mëse akuza, shokun se qëllimi i sigurimit, asë që na me akuzu njën tjetin mënyrë, që të ne rrisin dënimet,
sa më të mëdha. Po. Edhe kur kemi dalë sound. Po, këto kanë qenë metodat të cilat i kanë përdorur, e qartë, që mos ta fokusojmë shkuat në Idrizov, cilat ishin kushtet, cili ishte trajtimi në burgun e Idrizov. Aty shkuat gjithë ju së bashku, apo? Po, aty tani kemi qenë. Aty e keni pasur mundësi të komunikoni me njëri tjetrin edhe po. Po, aty kemi qenë aty bashkërisht, bashkë kemi shkuar aty gjithë aty tani kemi biseduar lesht me njëri tjetrin. Kushtet kanë qenë jashtëzakonisht vështira. Na kemi shkuar atje në janar 88, po janar 88 kemi shkuar aty. Edhe dimni i atij viti ka qenë Shkup, dhe se s'ka bëj, ka qenë temperatura -25. Sa që këto qeshme na kanë pëlsit prej acarit, edhe na kemi qenë në izolim, pa ngrohje, veç që s'ka pas ngrohje, dritarja ka qenë gjami i thym, në që sigur se kemi qenë. Trajtimi ka qenë veç asaj, se në qatë kona kemi qenë i vetëmi grupë i dënum politik Kosovë. Po, jo politika, po se 60 burgosën shqiptarë kanë qenë... 60 burgë të Idrizovës kanë qenë gjithmonë burgosën politikë shqiptarë. Kë e mba një mend, kë e kini padur? Po, emna ka shpetim Pollazhan, për shembull, sa sekretari po i shoqatës burgosën politikë atje. Bilal Sherifi ka qenë. Bilal Sherifi ka qenë. Gjemal Ahmeti. Gjemal Ahmeti ka qenë aty, po, ka qenë aty, kanë qenë shumë personalitete në atë borg, që kemi qenë në izolim me ta, po grupin tonë prej Kosovës, se mas t'i kohë që shkumë aty, ata i morën prapë dhe disa masat dënshme ndaj burgosën politikë. Cilat ishin ato? Edhe izolim.